ftun krejt profesorat edhe unë burën për atë që kisha fitu. Bukuria e shkollës, a? Titullin mes. Nuk jam ndije para gjykuma asnjëherë ras prej rrethit shoqërisë të ngushtë. Ditë e para gjithmonë janë ato që je njëherë hala s'din as çka po ndodh me ty. Plus unë shumë e re, kom qenë 16 vjeç. Nështë edhe sikur s'kom dita dina çka ka ndodhë, se thjesht ti nuk din, kur je aq shumë e re, nuk din as me menaxhu famën tonë. Plus, unë e prind nuk i kom pas të famshëm që me di që shkojnë këto procedurat që funksionon krejt kështu. A ke qenë e paragjykuar ndonjëherë për njerëzve? Jo, po menoj për rrethit të ngushtë jo. E majnë men kur shkova në shkollë, më ftun krejt profesorat edhe unë burën për atë që kisha fitu. Bukuria e shkollës, a? Titullin mes. Nuk jam ndije para gjykuma asnjëherë ras prej rrethit shoqërisë të ngushtë. Është normal, ka gjithçka, po se di unë nashta vetë jam një tip që jap pozitivitet edhe fjalë të këqija edhe tjera çka. Nuk është që i regjistron ai Nuk është që më hin shumë. Kjo koha e sotme, për shembull me shumë lloje të rrjeteve sociale, shumë mundësi të fotografive, shumë mundësi për besa dhe me intervenu vetë, personalisht, se përpara me bo një foto, o dash procedura aty, me intervenu nëse ka nevojë diçka, sot pikryn vetë në telefon. Kështu që në krahasim nëse mundesh me na bo se naturaliteti e asaj kohe, ndoshta dallim shumë i madh për sot. Në 16 vjeçare sot ka dhe intervenime me operacionet leta, po që janë intervenime. Po, kam dëgju që ka, po fotot atëherë originale kanë qenë shumë atë mira se sa tash. S'ka mujtë shumë edhe me intervenu. Po, s'ka mujtë edhe s'ka pas, s'kanë qenë këto Photoshop e këto gjonat që ekzistojnë tash. Ke shku, ke bo një photoshooting edhe jënë realizu fotot, tani përmes fotove, përmes ati filmit, ke mujtë, për shembull, të kanë ftu në për revista, në për gazeta, në për këto të ndryshme që kanë qenë. E që ndodhi një me për këto ftesat më ndej, që ka nisën, cilat ishin kërkesa? Kam pas tani reklama të ndryshme, të lloj-llojshme. Kam pas reklama të çokoladave, plakave të keramikës, të jo. E shishe vetëm në për televizionin? Edhe në për këto kalendarët e vitit ri që kanë qenë. Kanë qenë ato shumë aktuale, ato të asaj kohë. Gjdo muj ka kalu, do me thonë, me foto tjetër, rend me rend. Më ktheva edhe mu mrapa, në diçka, se kër e shojmë kështu, nas jemi plakë, në pyetje 24-5 vjetë, po ndryshime shumë të mëdha. Sidomos nga teknologjia dhe aja për bënd vetën. Po, u tërheke, e dorëzove kuroren? Po, u tërheka prej misit edhe fillova me këndim, si shumica e miseve. Po, është taj kombinime, a? Po, si kur kanë qef me sprovu vetën, i duket interesant, edhe mu që ashtu si e re, mu duke interesant edhe. Edhe fillova e provova mirë shkojke, po thjesht une pritojsha,